Politika bën vetëm këtë punë. Të zhboj, të mos i lejoj spakun të afrohet në procese të ndryshme, të mos i lejoj kontrollin e shtetit të realizojë kontrollin në të gjitha strukturat, si tek akshi dhe kadastra, kjo është skandal, edhe kur fillon procesi ti dëmtoj ato. Këtë punë nga politika. Nuk është politika që të vjedhë dhe pastaj të presi me respekt e dignitet kur do dënohet. Si mendoni? Kush po i bën këtë punë? Po i bën Marika, politika po i bën gjithë. Dhe këta që janë gjithë të mëdhenj, që ne i servilosemi, edhe nga anë e gazetarëve të tyre që edhe kur t'i marrin kështu në intervista qytetarë ashtu siç e meritojnë. Atë dignitet që kanë, siç i qytetarësh një duket atje, ku ke bindi që ka vjedhur. Se ne jemi më të bindur se sa pjesa tjetër e popullsisë, ta kanë vjedhur. Ne kemi provat të përdorur dhe po i shohim. Ne po konkurrojmë edhe organin e akuzës duke jetuar vetëm. Duke qenë që i njoh dhe kam bindjen e plot që janë më tepër se sa hajdut, atëherë nuk kam në lloj as respekti, dhe duhet të flasim në motrosh. Nuk kam më dignitet as prezumim pavajësie. Ky realitet është prova fakti dhe prova më e mirë që këta janë ata që po themi ne.